Në kuadër të bashkëpunimit mes mësuesve, nxënësve dhe prindërve, në shkollën 9-vjeçare Beslidia në Lezhë u zhvillua aktiviteti Profesionet e prindërve tan. Prindër me profesione të ndryshme prezantuan punën e tyre, duke treguar rëndësinë që secili profesion ka në jetën e përditshme, por edhe duke i nxitur nxënësit të mendojnë për të ardhmen dhe talentet e tyre. Drejtoresha e shkollës, Anisa Lishi, u shpreh se prindrit kanë fuqi të frymëzojnë fëmijët, dhe ky është edhe synimi kryesor i aktivitetit. Që jeni sot këtu, që do bashkëndani eksperiencat, sakrificat, përkushtimin tuaj, për të demonstruar këtyre nxënësve se sa shumë shihet pas sukseseve që ju keni sot. Unë uroj që në fund ky takim të jetë frymëzues dhe të shërbejë si inspirim, që nxënësit tanë të ndërrojnë me sukses të ardhmen e tyre dhe me shumë plotësi gjitha. Gjatë aktivitetit, prindrit rrëfyen profesionet e tyre duke shpjeguar rolin që ata luajnë në komunitet dhe inkurajuar nxënësit të ndjekin ëndrat, por duke u fokusuar tek formimi i një profesioni të ardhshëm. Nëse do më thoni atë bëhen mësuese, sa është mirë bësh mësuese, do ju thoja patjetër që po. Nëse keni pasion, dëshirë, bashkoni bashkë ëndrën dhe pasionin bashkë edhe me profesion. Kënaqësinë e marrin kur këto fëmijë e mbyllin ciklin dhe kur falenderojnë rrugë edhe të paktën kur kujtojnë diçka të mirë që ju ke lënë si mbresës së si kujtesë. Kemi përgjigje në gjithë qytetarët, si në Vallëmodez, në Fies, Komand, Vulë, Shkopet, për ata që në për Prishtinë kemi kryer edhe punime të tjera në për veri, se s'kishtë për në bërë tjere një grupë për 30 në herë, për në varë, ku dhe mësat kanë punon për në profesion. Në qoftë se një fëmijë rritet artist, ai nuk e di, por ka gjithë premisat për të qenë njëri i shkëlqyer. Pas 23 viteve në bibliotekë, ndihem realisht me punën me libra, me fëmijët, me njerëzit që e din librin, unë sot ndihem më e pasur, më e përullur, më mirënjohëse. Nëse në rrugë ne hasim një njeri vjetër, një të më shumë, ose një njeri që ka nevojë vetëm me një muaj me bëjt diçka, ndjejmë kënaqësi. Ti shërbesh smurit spital dhe ta animosh në çaste të vështira ose ashtu është kënaqësia jashtëzakonshme. Më shumë se 30 prindër prezantuan profesionin e tyre, ndërsa nxënësit patën mundësi të kuptonin se sa të ndërvarur janë profesionet mes tyre, pavarësisht nëse kanë pasur më herët kontakt të drejtë për drejtë me këtë punë apo jo.